E kuptoni vetë ju që këtu, e kuptoni vetë që nuk mund të ketë sot çështje tjetër përveç faktit vendimit të famshmit KLG. Por para se të ndalem në këtë vendim, unë e kuptoj se ju pristi me padurim që ju rrëfej se çfarë pash brenda unë gjatë këtij kalimi të shkurtër. Aty ishte Altin Troplini apo Poja i Skapit, i cili ishte ulur me 3 personazhe, me Elvis Doçin, Altin Hajrin dhe Irenën me 5 mbiemra, sepse si avokati tyre po u bënte shpjegime për çështjet. Së dyti, ndodhej ish xhelati i sigurimit të shtetit, Kraja, i cili po numëronte para me kë thoni ju, me Oltjon Bistrin. Oltjon Bistrin. Po, se shoh që e ndigjoni si me skepticizëm, po aty ishin të dy. Këto ishin që pashun sot.